Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse keni këto 3 gjëra në shtëpinë tuaj, hiqeni urgjent sepse sillin fat të keq. Legjendat dhe traditat kanë klasifikuar disa objekte dhe zakone në ato që ne i quajmë bruto. Edhe nëse ato nuk besojnë në një gjë të tillë ose në energji negative, ne shpesh duam të dimë se çfarë mund të shmangim. Shikoni këto 3 gjëra në shtëpi të cilat konsiderohen se sillin fat të keq. Një kalendar i vjetër ose një kalendar që tregon ditën ose muajin e gabuar, thuhet se mund të ndikojë negativisht në jetën tonë. Bimët të cilët kanë ferra si kaktusat janë jashtëzakonisht të këqija dhe thuhet se sillin energji negative dhe fat të keq në shtëpi. Një orë e prishur mund të sjellë vdekje në familjen tuaj sipas legjendës. Të paktën kjo është ajo që njerëzit besuan në shekullin e 19. Këto janë gjëra të cilat thuhet se sipas besimeve të lashta, sillin fat të keq dhe nuk sugjerohen që të mbahen në shtëpi nga askush. Karrige lëvizëse. A mos lëvizi karrigja juaj apo ishte era? Edhe sikur thjesht të imagjinoni karrigen tuaj të vjetër lëvizëse, që lëkundet në errësirë në një dhomë të shkretë, do t'ju mjaftoj të kuptoni përse njerëzit supersticioz preferojnë karrige të cilat qëndrojnë fort në tokë. Sipas legjendave irlandeze, një karrige bosh që lëkundet është një ftesë e hapur për shpirtrat e këqij që të ulen. Nëse një karrige lëviz vet, është një shenjë se një hije ka zënë vend tashmë. Boj muri jeshile. Ky supersticion në fakt ka një bazë të fortë në baza historike. Duke qenë se një herë një kohë boja jeshile mund të ishte vdekje prurëse. Për gjatë shekullit të 18, bojrat sintetike jeshile bëheshin me një substancë të quajtur arsenik hidrogen. Muret me bojë jeshile apo me letër jeshile mund të lëshonin gazra helmuese dhe disa punëtorë fabrikash në atë kohë u sëmurën dhe humbën jetën prej ekspozimit. Disa njerëz supersticioz e shohin bojën jeshile si një shenjë e keqe edhe sot e kësaj dite. Orët e prishura apo të ndalura. Tradita e feng shuit paralajmëron që të mos mbani gjëra të thyera në shtëpi. Ato paraqesin një thyerje të brendshme dhe të jashtme, që nuk ka vend në jetën tënde. Sidomos një orë e thyer mund të jetë një shenjë e keqe. Sipas feng shui dikton që mjetet të cilat matin kohën të jenë gjithmonë në punë, përndryshe rrezikon të ngecësh dhe të mos ecësh dot përpara në jetën tënde. Nëse një orë të prishur i bie zilja, kjo mund të sinjalizojë një vdekje së afërmi. Kaktus. Lajme të këqija për ata të cilët pëlqejnë bimët. Parimet e feng shui thonë se bimët kanë pjesë të jashtme me maj apo me gjemba, janë magnete për vibracione të këqija. Sipërfaqja me gjemba e kaktusit apo bimëve të tjera të ngjashme mund të sjellë tension në shtëpi edhe në marrëdhënie. Mirë, po cili është përjashtimi i vetëm? Trëndafilat, kërcellët me gjëmbat të cilave nuk mjaftojnë për të larguar energjinë pozitive nga lulja elegante. Krevati i parregulluar, ndoshta i nxitur edhe prej prindërve të frustruar, një supersticion paralajmëron se të mos rregullosh krevatin apo të ndërpritesh teksa po e bën këtë gjë mund të të dënojë me një natë pa gjumë. Përpiqu që të mos kesh shpërqendrime kur rregullon çarçafët dhe jastëkët. Mirë po, këtu ne do t'ju tregojmë edhe disa supersticione të cilat lidhen me ditëlindjen tuaj.
Besohet se sjell fat të keq në qoftë se ju do të bëni këto veprime për ditëlindjen tuaj. Kur njerëzit arrin disa vite pjekurie, ata I kushtojnë gjithnjë më pak vëmendje ditëlindjes së tyre. Shumë njerëz mendojnë se është e kohë që të festosh, por aty qëndron një kurth dhe një gabim, të cilin të gjithë pothuajse e bëjnë. Ditëlindja është një ditë e rëndësishme për energjinë tonë. Duhet të jetë një ditë gëzimi, feste, atmosfere mirë, një moment ku mund të lidheni edhe më shumë me veten. Kur të zgjoheni, falenderoni për gjithçka të mirë që ju ka ndodhur. Hiqni të gjitha mendimet e këqija nga koka juaj, sepse është e rëndësishme se në çfarë do lloj gjendje të jeni atë ditë, ju duhet të jeni më të lumtur. Gjithashtu, në kohët e lashta besohet se ata të cilët rrezatoni në ditëlindjen tënde e tërheq gjatë gjithë vitit. Konfliktet, emocionet negative dhe agresioni janë të papranueshme sepse do të bllokojnë rrjedhjen e energjisë së pastër dhe do t'ju bëjnë ju të prekshëm edhe ndaj komenteve negative dhe njerëzve toksik. Mos huazoni asgjë nga të tjerët një ditë para ditëlindjes dhe po në atë ditë, përndryshe besohet se problemet financiare do t'ju ndjekin gjatë gjithë vitit. Mbroni veten nga komunikimi me njerëzit toksik, por rrethohuni me njerëz nga më të dashur që ju sillin dashuri dhe vëmendje dhe gëzim. Mos e festoni asnjëherë ditëlindjen tuaj paraprakisht. Besohet se ajo mund t'ju sjellë fat të keq. Shmangni të gjitha emocionet tuaja negative, por gjithashtu përpiquni që të jeni edhe në humor pozitiv gjatë gjithë ditës. Mos debatoni dhe mos hyni në konflikt me të tjerët, por krijoni një atmosferë paqeje dhe energjie pozitive në ditëlindjen tuaj. Mos gjykoni njerëzit të cilët ju kanë sjellë një dhuratë që nuk ju pëlqen, por jini të sinqertë dhe mirënjohës për çdo dhuratë e cila ju bëhet. Gjithashtu, nëse nuk doni që të keni fat të keq, kurrë mos e lini ujin në dhomën e gjumit. Uji sipas Feng Shuit është gjithmonë yang, ndërsa dhoma është yin. Këto dy elemente nuk përputhen fare me njëri tjetrin dhe për këtë arsye nuk rekomandohet mbajtja e ujit në dhomën e gjumit. Edhe fotot me motive uji nuk janë të dëshirueshme, sepse ato konsiderohen se dëmtojnë marrëdhënien dhe njëkohësisht mund të dëmtojnë edhe jetën tuaj. Nën shkallë, ju mund të mendoni se hapësira është ideale për një akvarium ose vazo lulesh, por kjo nuk është as pak ide e mirë. Domethënë, duke ecur nëpër shkallë, ju në mënyrë simbolike shkelni mbi këto simbole të pasurisë dhe të lumturisë. Pas shpine, ajo që duhet të keni kujdes gjithashtu është që akvariumet apo pikturat me motive uji të mos ju qëndrojnë pas shpine ndërsa jeni ulur apo pushoni. Uji, kur pozicionohet kështu, sjell ndryshime të papritura dhe negative në planin e biznesit dhe në atë personal. Ndaj duhet që të mbani nën kontroll këtë element. Kjo nuk vlen për vazo dhe për rubinetat. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos I përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse I keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.